إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندروار në para kësaj jave të cekëm ngjarjen e pronarit të dy kopshteve dhe pam se ai si është mburr ndaj ish ortakit të vet. Dhe njeriut ndajherë kur t'i shtohen mirësit edhe fillon të haron Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne e cekëm ajetat dhe ngjarjet dhe transmetimet, por të ki person, të pronari i dy kopshteve në surat El-Kaf, janë paraqit 5 smuje psikologjike. Pse? Për shkak mirësive që ja ka dhënë Allahu. Për shkak mirësive. E para është mendjemallësia, Allah na ruajt. E dyta që u ka paraqit është mburrja. Smuja e tretë është bindja se të mirat vazhdojnë, nuk harxhohen kurrnjëherë, nuk mbarohen, nuk ndërpriten asnjëherë. E katërta, ndjenjat absolute që unë e meritoj, unë e ki jam, duhet patjetër mu me ma dhon këtë dhe mbaroj. Për këtë arsye unë i kam këto, se unë e meritoj. Dhe e fundta kufri, e pensta, ka mohuë. Njeriu kur t'i hapën mirësit si pronarit të këtij kopshtit dhe ka mundësi këto smuje t'i paraqiten një pas një nëse ki nuk e ndërpret. Nëse ki atë qel derën smujës së parë, vjen e dita. Nëse ki nuk e menaxhon smujën e ditë, paraqitet e treta. Nëse ki nuk e mjekon të tretën, vjen e katërta. E kur të vjen e pensta, ke thit qafën më. Ke shku në xhehenem. Ke mbaru. Por, a ka mundësi të paraqiten tut 5 smujet për një rendit e njeriut? Ka mundësi. Pa a ka mundësi njona prej tut penstave t'i paraqitet? Ka mundësi. A ka mundësi mos më ju paraqit as një smuje? Ka mundësi. Si? Po ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Ai është modest, e din që e ka pi Allahut, e din që kjo është mirësia Allahut, e shes që unë kam të metë, as jam ai prefekt që unë mund të takon çdo sant, Allah normal më kufrin e dina, Allah na rujt larg asaj. Po mirë, vetëm nëse ka njeri pare, mund t'i paraqiten këto smujet? Jo. Ose si? Ka mundësi të paraqiten të ai që ka pasuri, ka mundësi të paraqiten të ai që ka pushtet, ka mundësi të paraqiten të ai që ka forcë, ka mundësi të paraqiten të ai që ka aftësi, ka mundësi të paraqiten të ai që ka famë, këto smujt mund të paraqiten çdo kush. Çdo mirësi që e posedon ti, që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse nuk e menaxhon mirë si duhet, atëherë ka mundësi paraqiten. Por këto largohen kur njeriu çdo herë bën luftë me veten e vet. Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka dhënë mundësinë ta kesh pushtetin dorë. E ti çdo herë e di që mbi ti është ilumi Allah Rabbul Alemini. Ti ke pushtet, ke ushtri, ke polici, ke krejt ti ke. Vesh ti harron që shpirti jot ndorën dikujt tjetër është. Sikur e kofa kur ta shtish në bunar me nxerr ujë,
ajo kofa, ai litari është i lidhet për çekrekin. To tritë e dini çka është çekrek? Do thot është litari është poshtë. Por me bo dikush që t'i rije me gërshan atin mes, kova bje poshtë, litari jetë nalt. Do të thot, shpirti jonë është qështu. Ndarë si i posedon gjithë, por shpirti është i lidhët dikun tjetër. Në moment, Allah mund me thonë, baron jeta jote dhe baron. Për këtë arsye njeriu çdo herë duhet të ndalet me veten e vet, të menaxhoje veten e tij. E para thamosh, smuja e para është mendjemasia. Si e kuptuam ne se te pronari i dy kopshteve ka pas mendjemasi? Prej ka ne akuzojmë njerin? Se në ajetin që e lexuam më herët, Allah thot, na tregon për to që ka thonë, ana aktharu minke malan wa azzu nafara. Ana, una, kam më shumë se ti pasuri dhe famë dhe autoritet, edhe familje. Ana, kjo fjalë është e rrezikshme. Do të prej kësaj kuptohet se kjo është bo mendje madh ndaj ortakit të vet. Pse? Pse ortaki vet ka ra? Shka pas, ai ka thonë, ai realitet e ka fitu më shumë ortaki vet. Se ai e ka garantu xhenetin e vet. E ka fitu xhenetin e Allahut. E prej kësaj tregon që kjo është bo mendje madh. Se kur të bëhet njëri mendje madh, kur të paraqitet kjo smuja, është problem se mendjemasia ti çoron sit e ballit edhe sit e zemrës e në të shurdhon. Si të shurdhon? Si të çoron sit e ballit dhe zemrës, realitetin nuk është realitet. Por ti e lexon ashtu si takon ti. Si të konvenon ti, e për këtë mendjemasia është që i bën pa drejtësi njeriu vetës së tij. Kur ti çoron sytë e zemrës dhe të ballit dhe i shurdhon veshët, ki mendon se është qendra e botës. Mendron se kjo boshtë e universit. Si cili do të vjetë të unë. Pa mund zbot kur një sent. Do të rëkesh të unë. Do të marrësh leje pri mu. Mendon se kjo është qendra e botës. Mendon se kjo është boshti universit. E për këtë Allah subhanahu wa taala ka thënë në surën Al-Kahf, wa huwa zalimun li nafsihi. E ki ka bo zullum vetës së vet. E më shumë se me i bo zullum vetës nuk ka. E ti kur të bosh mendje madh, nuk i nënshtrosh Allah subhanahu wa taala, atëherë je bon zullumçari vetës tënde. Smuja e ditë është mburja. Po mirë, si e kuptuam që i kita shu ka mbur? Allah subhanahu wa taala e cekam dersin e kalum, se ka treguar për këtë person se kur ka fillue të bisedon me shokun e vet, ku i pave parët, a i ndate mallin për gjys, ty i more 4.000, unë 4.000, unë e bona ketë, unë investova këtu, ty vlla, valla i dhash sadaka, ajde hec, kap një zhak në zërnja pi koshtit. S'ka sen. E kin momentin, kur ka fillu me i thonë, që unë e kam pasuri ma shumë, kam autoritet, kam fam, e kam rretin e gjanë, prej kësaj ka fillu me urtakin e vetë, foljen stilin pinalt. A i thënë stil penal kur fol? Jo pi poshtë, edhe me modesti. Do t'i mshosh dikun ku e ka dopsin mat. Do të imshon dopsin e parë që ta ulish për toke, që ai motona mos kese shpresë as një send. E kish ka i ka shkuar ortakit vet në atë stilin penal. Akthar min kamala, kam pare shumë. Çka? Wa azzu nafara, i ka shku ka forca. Një i kam shumë në aspektin material, tjetrin në aspektin psikologjik shoqëror. Dhe me kun edhe kam edhe forcë, po edhe manartë se ti jam, po e në kam forcë, se kam kalabullok njerëzi. Për para, e kanë po fiset, kur kanë bo belaje ndër me zeti, që kanë thonë, mos u nisni me filon kabilin se kanë bajgi burra. Dhe me, i kam shu katudiant, që fol prej nalt, që kita një vetën e vetë, po është, prej kësaj kuptohet, kur i ka thonë se ki, automatikisht në tregon Allah subhanahu wa taala se kiz pronari dy kopshteve e ka mbashtrua
vetën e vet. E ka mbashtruar pozita e tij. E ka mbashtruar fama e tij. E ka mbashtruar malli i tij, plus ka harruar se nuk je ti që e fitove këtë, po këtë që ta dha Rabbul Alemini, ta dha Allahu subhanahu wa taala. Ki çka boni? Ortakit e vet tash i qëtë çalam, i lovdrohet, dhe me ku një më konë ma jaftë se ti pare tuja i ke hum, unë ja pra te kam parën time. A harroj që me thonë që me të vërtet ortak jam, Allah i ta shpërblef ti e ke dhënë sadaka, i e sprovu dhe ta gjesh të Allahun, por e ke një vlla që të ndimon, se as këtë pasurion se kam bo për javësive të mija, se këtë mendën që e kam kokën time, ma ka dhënë Rabbul Alemini, që është sabah, se djem një tanë. A ju ka ndodhë njerëzive? Ju ka ndodhë, Allah. E haronem një në vetë nuk e di. Mër ta mërë në sekund atë begati. E ki nuk ka dash që ti nështrot Allah subhanahu wa ta'ala, për ka mendu sa aftësia e ti. Pse se kjo smuje është një bela e madhe, se njeriu t'ja hup edhe dinin, edhe dynjon. Kjo është që i be njeriu mbrapa fatketësi të mdhoja. Do të pse se njeriu me humb dynjën, rregull të bëj sabër, por me humb ahiretin, atëherë që ke me bë? A ki person e ka humbë dhe ahiretin? A njerëzit si zakon e keni vurën që është japën të lirën dhe të shtrenjtën dhe kohën dhe pasurin vetëm se si atësh i japën rëndësi si të paraqitet para të tjerëve. A është ashtu ajo? E lojmë keri, pse e lojmë keri? Mos ta kishin tjerët, apo? E fshim shmijat para Ramazanit. Pse i fshim? Dhe na vinë musafir mës na shohën plunin. Vesh shkatin. Ti shka pas ke vesh? Kam një takim të rëndësishëm. Tash, një pyetje. Kjo gjithë që investohet për mu si të paraqitesh para tjerëve. Një pyetje. Sa minuta rrim pasqyren, parfim, tesha para se me dal namaz? Sa jap në rëndësi veshjes, parfumit, pregaditjes për namaz? A kina tesha ekstra diçka për namaz note? A kina parfum të veçant për namazin natën e 27? Apo kina ndojt tesha kam blet një kat ato nuk i vesh veç namaz note? Do të thot shumë pak i jap në rëndësi tëri sa parashtron piqe, a bon hoq mu vesh me pijama me fal sabahin, a bon me u fal me majic krashkur, do të thot jo krashkur tu, po do të thot a ban a nuk ban, do të thot para Allahut pse del me pijama, pse del me majic pa kraha, pse del dhomot pa la, pse pa parfim, tesha të cilët kanë shëllu me i vesh, a kur takona me njerëzit, duhet mu vesh, po cilë e meriton ma shumë? Para kuj du të zbukurohemi më shumë? Kush në dha këtë mendën që të zbukurohemi? Kush në dha këtë mirësi që ne të kemi të posedojmë garderobën e sendet e tjera? Rabbul Alemini. Do thot që rëndësia i pët më shumë se si dëshfaqesh të njerëzit, jo si dëshfaqesh para Allahut subhanahu wa ta'ala. E kjo është që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka të reguar që kjo është smuje që paraqitjet të njerëzit. Kjo është që mburët njeriu sa është në dunjo, lodhët, raskapitet vetëm si të dale para njerëzive. Allah subhanahu wa ta'ala thot, i'lamu, annama l'hajatu dunja, la'ibun wa lahvun wa zina, wa tafakhurun bejnakum, wa takathurun fil amwali wal aulad. Dinja thot se, realiteti kësoj dunjoj është la'ibun, loj, lahun, qef, wazina wa tafakhur, stolisje, mburje mes njarit se cili ka do të ketë ma shumë evlat e cili do të ketë ma shumë pasuri. Allahu kështu të nëna e përshkruan, kujt i përngajna në thot, keme theli gajthin ajab al kuffara nabatuhu, thumma yahijjuhu fatarahu musfarra,
thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Thot shembulli i njerëzive në lojë, në qef, në zbukurim, në burje, thot është sikur katunari, bujku, fshatari, kur bie shiu dhe fillon të dale bari dhe fillon të rritën bimat, edhe ai pronari, katunari, ai bujku, zotria e arës, ja knoq shpirtin, thot filloj të bien gruni, ja Allah, frutët sa të mira, mashallah, alamet i mirë, pasi që ka fillu pranvera me shi, dhe na knoqja. Thumë yahiju fatarahu musfarra. Pas një kohë deli del ze thahat. Pas i thahat fatarahu musfarra. E sheh u ka bo e sarit ka zon thahat gruni, pemat, gjethat, zeminier qefit të prishët. Thumë yakunu hutama, e pas asaj bëhet kasht, baron çdo sen. Wa fil akhirati adhabun shadid, kurse në akhirat dete azabi i ashpër. Wa maghfiratun min Allah, do të ketë falje prej Allahut, dhe Allahu do të kënaqet, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kurse knatësia e kësaj dynjoje është knatësi mbashtruese. Momente. Për këtë arsye besimtari duhet çdo herë të flasë vetes së vet, të ndalet, ta kujton se ki pronari i këtij kopshteve, a e kuptuat kur i ka fol këti ortakit vet. Ne cekëm ligjëratën e kalum që e ka marrë, ka shëtit në për kopshtin e vet. Çka tham, rushin mes, hurmat nart, mes rushit sendeve pemve, një lom që gërgullojke, apo hurmat e mdoja mos të kapin rrezet e dellit, ta thojnë rushin pemat, knatësi. E ka marrë, ka shëtit, ja ka tregu terrenin ku ka mrije. Situatën, pasi që e ka shtin kopsht, do thot e ka shtin në atë stilin që ta joshje ortakin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lejsel khabar kal ayan, nuk është lajmi sikur syni. Thonë filoni e ka bën një shtëpi të madhe, apo filoni e kish blen një kerr. Çfarë kerbe? Be. Hin më njerë në Google. Çfarë keri ke viti tap. Çfarë ngjire ta çet? Por me pa blej kerr. Kur e shehadi, shtëpi filoni, çfarë shtëpi e pallat. Kur shkon te? Por një me ta ndal ke sahatin. Por një me shtëpi, nuk Nian, lakmon, amon jo si kur e shemesi. E ki që ka bo, mas pari e ka shtin kopsht, që ta joshje ortakin e vet, që ta shohe me si, e pastaj me jumbur, që me thonë, për një me ki po ma shkoj ka. A kuptuat? Dhe të mburja rrezikshme është. E përket njerëzive që Allah subhanahu wa taala ja ka qelë dërë të dunjës, edhe ty që se ke arritjen e ati, mos i provokoni njerëzit. Sa e blejt e kerin be? Sa e blejt e telefonin? Qfar ka të mirëve? Qfar këpuca? Vallaj, se di ti, kujdi Allah, se di, pse i vinin pozit keqe? Pse vetë sa e ka blej, sa e ka marë, ku e ka marë, që e ka marë? Automatikisht e di që ti se kije që qatë, pse e provokon? Pse e ven pozit keqe? Pse e ngushton zemrën në lajtant? Në khort? Ti mu ishme i thonë, Allah ja shtof mirësit, Allah ja rujt mirësit. Ai të shkatë të këthetot Allah të bashkët dhe ti. Pasaj me laqa, është një me laqa që rimi një artaj, kur ti thushti Allah të shtof mirësit, me laqa të të vële kemi thër. Si të dhe shë, theft shafën, me zemën, me laqa të të në taj theft shafën. Qka të thushti, me laqa të këthen? E ne duhet me bo shdarë, me bo dua për dikant mirë, me mendu për dikant mirë, që me laqa ti thot, vële kemi thër, e në ti e kje që qashtu. Cila dua është që pranohet më shumë? A me laqeve njerëzive? Me laqeve. Sa të si bën gjuna Allah subhanahu wa ta'ala. Smuja e tret që kap njeriun është smuja e besimit se begatit, mirësit zgjasën dhe nuk hargjohen. Kjo është një bela tjetër. Prej ka e kuptojmë se kjo smuju ka paraqit të ki? E kuptojmë se ka thonë ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Nuk mendoj që kjo ka mu prish, ka mu hargju, ki kapsh, kjo mirësi që më ka dhënë mu, që e kam unë, që e kam fitu në realitet, që e kam bon. Kjo është një ndjenje e çuditshme.
Si guxon njeriu, një krijesë që ka kriju Allahu, të mendon që kjo tavolin, që kjo pozite, Dhulkarnejnit, kur s'hupot. Si guxon. Prej ka. Kush ta dha këtë garancë? Kush ta dha këtë pushtet? Si guxon të mendojsh ti diçka që nuk e di gajbin, nuk e di se çka ka mendot pas një çastit, jo një minutit. E kjo është një smuje tjetër e cila e deh mendën e njeriut. E ndalë. Kur dehet mendja, nuk di njeri çka mendon, nuk di ka jetën. Kjo është dehja për lakmin kësaj dunjo. Si kur dehja e alkoolit, rakis. Kur pi njeri raki, a i ka mend me veti, a jo? Ha? Si ka? Të regon një vlla Allahu nderoft para 2 natëve. Në isha thot herët më një shtet për shteteve. Tha ishin pi krejt ato shokët dhe shoqet. Amon, ajo toka që ishin pi nuk ishte rrafsh, po ishte si pjert. Do të poshtë një i pari, i dyti, i treti, i katëri, i pesti, i gjashti, edhe ran. Amon tha, këtë dejt, këtë rrafsh. Tha, këtë kam po mësit e mi? A i qetri, a i pjaftin kam, jo ki këto të ndenjet, tha, e krin nevojnë e vogël jashtë në nalt, pit parit, të poshtë, krejt vë thënë të rinj. La ilaha illallah. Tha, kam po mësi. Para me ndo, qka të bën dehja. Edhe kjo është lloji deje që ta deh mendën. A do t'i haron. Allah subhanahu wa ta'ala thot, yahsabu anna malahu akhlada. Thot ki njeri mendon se pasurin që e ka bon, mallin që e ka, do ta bojë që ki t'jeti përhershëm në dunjo, s'ka mundësi. Allah thot, suratul Hamazah. Mendon se atë që ka mbri nalt, do thot mendon se kur nuk mbarojnë dhe këto do jesën sa herë në dunjo. A esenca njerëzit gjithë e din se ndronë se to ata njerëzive. Je koni pasur, je bo fukara, je koni shëndosh, je smu, ke koni smunt, je shëru, s'ke pas, je bo, s'ke pas pozit, ke bo pozit, ke pas pozit, ke ra prej pozit. Do thot, gjonat janë që ndryshojnë, por kur dehet truni, i haron njeriu. Edhe këtë neve na, historia, Kurani, na tregon se ka ndodhur. Sa prej zullumqarëve në sipërfaqen e tokës, kanë pas pozit dhe pushtet dhe pasuri, kanë menduar që të qesën për çdo herë. A janë? Ju kujtohet krijetari i Tunisit? Pushteti Tunisi kur patra. A ju kujtohet sa ari, sa altan kish pas na për depot e veta? A ra, shkoj. Ju kujtohet krijetari i Jemenit, shpijen kur ja thjen ploçën, betonin, ketë kish pas magazin, ketë rënditet ari prej poshtë një nalt, ju kujtohet? Shkoj. Ju kujtohet Muammar Gaddafi i Libis, magazinat ka 5.000-6.000 metre katror këtë me dollar të palume, a ju kujtohet? Ku shkojnë? Hosni Mubaraki, ju kujtohet? Subhanallah. Ato janë bashkohort. Do thot, ato aq pasuri, aq pushtet kanë mendu se kur nuk bijen. Por i lumi Allah, këtë ngjarje që e ka pru në suratul Kahf, kjo ka ndodhur dikur. Por Allah subhanahu wa taala na ka pru me neve me çdo herë kur ta lexoj na këtë sura, edhe është i prejurësis, edhe që është sunet më lezu ditën e gjumo, çdo herë me kujtu në Allahun subhanahu wa ta'ala. Me thonë, ja Rab, na i zgat të mirat. Ja Rab, na i shtot të mirat. Ja Rab, mos na bën azab me këto të mirat.
Në thotë që me konë mirënjohës dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos flasna për Karunin dhe Firaunin dhe Hamanin dhe të tjerët që kanë më herët, për shkak kohës, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, por kjo ja bën njeriu që kur të ketë këto ja bën që të mendojë që do të shpresën e gjatë, do të jetojë shumë. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Leni ata, le të hanë. Në të shijan me këtë restorantat të dunjas. O e të me të ahu, le të kënaqën me çka të kënë qef. Le të mbashtroje shpresa e rrënjshme, fesaufe ya'lamun, e pastaj ato do ta kuptojnë. Veç kur thosh vdiq filani. Veç kur thosh mbaroj filani. Kështu thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se shpresa e gjatë është ekziston të njeriu. Të si cili. Këto ajete, këto hadithe na bojnë neve që ne ta ngadalsojmë, mos t'i lëmë të na marrë përpara. Alayhis salam që transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot zemra të moshuarit mbetet e re në dy sene. Zemra e të moshuarit, njeri që jenë mosh, a më njetë zemra si zemër, jetë e reje në dy sene. Cila është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya, me dash dunjon. Ka qeft jetoj hala. Wa tulul amal, dhe shpresë gjatë. Do thot për këtij hadithit kuptohet se natyrë Allahu ku e ka kriju njeriu ja ka vendua në zemrën e tij që ka qejf të jetojë, e don dunjën dhe ka qejf të jetojë gjatë. Si cili. E dyta është marrë mësim për këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu me pas shpresë të gjatë do jetojë 100 vjet, do jetojë 80 vjet, do jetojë 120 vjet, do thot kujdes, nuk është mirë kështu. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jeta ummetit tim është mes 60 dhe 70-ve. Çka të jasëve ta që? Alhamdulillah ya Rab. Regjistrohet në peshorët e veprave të mira, si të bëjmë vepra të mira. E ne si besimtar duhet të kujdesemi të ketë, që mos me lanë, se nuk dihet kur e kena e gjelin, kur na vjen e gjeli. Dhe dita është që njeriu duhet të kërkon riskun e vet, por mos jetë qëllimi i tij veç parja. Mos jetë syni vetëm te parja. Sa është mjet. Për këtë arsye duhet të me pas kujdes. Edhe çështjen e parës mos jetë qëllimi i këtij dunjës parja, po mos jetë që ti do të jetojsh gjatë. Dhe e treta dobi është kuptohet për këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se natyra e njeriu është që me dash veten e vet më shumë se çdo kënd. Se tjerët. Kjo është për këtij hadithit kuptohet se njeriu e don veten. Smuja e katërt. Smuja e katërt është ndjenja e meritës absolute. Unë e meritoj. Mund du të me ma blet një kërë pa tjetër, mund du të ma blet një iPhone 17, pse pa jam i pari juve. E merë bindje që unë i meritoj këto sana. Ka dale, prit pak. E Allah subhanahu wa ta'ala në tregon për këtë, për ka kuptuam që ki ka mendu që ki meriton atë kopshtin, ato palmat, atë lumin që gërgëllojke, atë pasuri, se ka thonë, o ma adhun në saate qaima. Nuk mendoj, thot që dhe të vëjnë e kiameti. O la in rudditu ila rabbi, la ajidanna khajran minha munqalaba. Ka thonë, po edhe nëse helbet ndodh kiameti, unë prap dhe të gjej më mirë se këtë që e kam. A kuptuat ku ka mendu se ki e meriton dhe me ka dhe nëse do që vjen kiamet, s'ka besun kiamet, e ka muhu kiametin, por edhe nëse ndodh, unë e saglon këtë kopsht dhe këtë lum e këto peme dhe perime, dhe ti kem. E kjo është smuja, do të thotë psikologjike, cila e randon njeriun. Këtë nuk e ka pas vetëm ki, e ka pas edhe Karuni. Allah subhanahu wa ta'ala në thot për Karunit qala innama utituhu ala ilmin indi. Ka knaqsh tash. Qysh? Ka thonë kjo është dhonë mu
Karuni, për pasurinë e dini pasurinë e Karunit. Për shkak zgjuartësisë time që e kam. Dhe me mu ma ka dhonë Allah, unë e kam ketë, pse o truni jem punon, jam i mençu, di, qish menaxhoj, di, kete ka thonë Karuni. Njerëzit kur e kam po Karunin, ka thonë, o çfarë nafaklije ki është. Të kisha pas nafak edhe unë, të kisha të arrit edhe unë. Kështu kanë thonë njerëzit. Por njerëzit të cilët e kanë dash ahiretin, kanë pas frikë Allahut, ato janë kujdes. Kur e kanë po që u ka qelë toka dhe ka marrë Karunin pasurinë e tij, ka thonë, tash mirë pa kon. Thotë se ti nuk e din që ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala. Përgat Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, awalam ya'lamu anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. A nuk e din ata që Allahu me të vërtet para këtyre ka shkatruar para shekuj ma heret popuj të cilë kanë konë më të fortë se këto. Më të fuqishëm, wa aktharu jam'a, dhe kanë pas më shumë, por Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shkatruar. Krejt kush ka mendu në çket formë, si Karuni, si Firauni, si Hamani, si gjithë Karunat bashkohor, Firaunat bashkohor, krejt kush mendon që ai është që e meriton dhe ati i takon çdo send, dije sa është gjithë shumë keq. Allahu thot, wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhabin. Ne thot jena që kena mall ma shumë dhe kena evlat, wa ma nahnu bimu'adhabin, dhe ne nuk do dënohemi, nuk do ndëshkohemi. Surët As-Saba. Kuptuat çfarë mentaliteti të lodhët kanë pas. Pse ka pas evlat shumë, pse ka pas pasuri shumë, pse ka pas pushtet, kanë mendu se ato nuk dënohen. E kur i ka ardhur dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka shkatruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë besimtari çdo herë duhet ta falenderojnë Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo mirësi që e jep, për çdo hajër që e jep, që me të shtu, la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë unë do t'ja shtoj, ta shton Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe smuja e fundit është smuja e kufrit, Allah i na ruajt. Kjo është smuja kapaki. Se pas kufrit nuk ka gjuna. Këto qërit janë gjunahe. A kufri është vula, dalja prej fejes të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse se ai ka dëshmue vetë që ai ka mohue ringjalljen. Ai ka mohue që këto të mirat i ka për Allah subhanahu wa ta'ala, ja ka gjujt vetës e vetë, ka menduar. Ai ka dishu në xhenet dhe në xhehenam, e kush dishon në to, kush dishon Allah subhanahu wa ta'ala, ato vendi i tyre është në zjarr të xhehenemit. Sa Allah thot, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alehim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adhabu wala hum yunzarun. Ata të cilët bën kufër, mohon Allahun, wa matu wa hum kuffar, dhe kanë vdek si qafira. Se ka mundsi bon vjen një stojan, thotë ashhadu an la ilaha illallah, nis me fal namazin, bëhet musliman, mbaroj çështja ti. Allahu ja fal të kaluarën. Por thotë wa matu wa hum kuffar, dhe kanë vdek si qafira. Nuk e kanë pranuar Islamin, nuk e kanë nënshtruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto i mallkon Allahu dhe melaqet dhe gjithë njerëzit, dhe këto do të jenë në zjarr të xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për këto të cilët dalin, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adhabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ata të cilët kanë bërë kufër, wa matu wa hum kuffar, në Imran kja jeti është, thot dhe kanë vdek si qafira, atire nuk ju pranohet, e dini çka burra, sa këtë dunjoja me kon altan, dunjoja, këtë ari, edhe ta jep, thot, aman veç dar pi zjarmi xhehenemit, thot, nuk ja pranon Allah. A kuptuat? Kufri është i keq. Për këtë, edhe pse japin, edhe pse bojnë si bamirësia, Allah subhanahu wa ta'ala si ja pranon. Allah thot me kon sa tër dunjoja, këtë dunjoja, ari, aman që, vetëm shpotoj pizar, s'ka mundësi thot.
këto do të jenë në dënim të dhimbshëm. Allahu subhanahu wa taala na ruajt imanin. Allahu na forcoft imanin. Por këj ortaki vetë o konë muslimon i mirë, o konë besimtar i mirë. Kur e ka një këtë lanmin, ja ka këthi me dysa përgjigje. Përgjigje e parë o konë që ja ka këthi me njëherë, si ka thonë, pse ti e bo mendje madhë? Nuk i ka thonë pse e bo mendje madhë, pse ti lufdrohesh me këtë pasuri? Pse ti kështu? A e di kush e ka në ortak? Por ja ka kujtu me njëherë, ka thonë, cila ma rrezikshme o kufri? Ja ka një spit fundën. Ka thonë, a kafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa? Thotë, a e mohova Allahun i cili të krye prej dheu dhe prej spermës? I ka nisë për këtë në si xhamat, kur ti bësh davet dikuj mos nis pi në maje të gjetheve, këshir, ku e ka, çfarë kategoria është? Ki ka nisë për të rrezikshëm, më njerë një man, në besim, do thotë e ka treguar, ka dalë prit pak, edhe ku e ka çu? E ka çu më njerë te pika e ujtit e sperma. Sa Allah subhanahu wa taala thot alam nakhluqukum min ma'in mahin, a nuk ju kemi krijuar juve për një ujit që gërditesh, mahin, i pavlerëshëm. Surat Mursalat. Për këtë ki Allah subhanahu wa taala i ka thonë në surat Yasin, au thon awalam yarul insana na khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin, a nuk e shën njeriu që e kina në surat Yasin kia, ajeti, a nuk e shën njeriu që ne e krijuam prej dy spermave, prej dy pikave të ujtit, prej gruas dhe prej burrit, a kupton, i cili është ujë, do thotë kur bashkohet krijohet fëmia, e thot pastaj huwa khasimun mubin, pastaj subhanallah bëhet armik i qartë. Të tonë që se kopalla. Nuk i bjen sejdë Allahut subhanahu wa taala. E pastaj ka thonë ai, shoku i mirë ka thonë, thumma sawaka rajula, pipi këtu i tonë të ka bo burrë, të ka bo njerit, ka dhënë vesh, sy, vjetlla, mustaqe hund, dur, komt, ka bo mor për merak, ka bo të bukur Allahu subhanahu wa taala, mor njerit ka bo, se ka pas mundësi të lënë për gjysë Allahu. Ja ka kujtu Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë awala yadhkur al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a. Njeriu nuk e ndalet kujtohet, ka dal mor para çka vite si e kon askund. Hajde ma tregoj dikush, hajde çe këto beqar. Ne thotë që unë kam e pas një fëmijë kur të martohena si të kaltër, frizurën të majt, gishtat që shto, thojt që shto, a mundesh? S'ke kona askund i përmendet, heq, aman, heq. Veç kur del dënjoj, në ka një evlat, mashallah, të barek, Allah, knaqësh, si të kalt, si të mash jeshil, do thot, se ti si e konë kërkundi i përmendet, heq. Në listë nuk e konë as babas, as nanës, as babgjyshit, as gjyshës, as të malë të qarit, as kërkuj. Aman Allah subhanahu wa ta'ala. Thot kadar se kërkun si e konë, sot je bohe të jetë si që të bohe, edhe tona plus ti nuk i nështrosh Allahut Rabbul Alaminit, ki ortaki i mirë që shtuja ka këthije, e lusë me Allah subhanahu wa ta'ala, ka hala par dhe të marroj me kaq për shkak kohës, që të pushojni, të lexojni Kur'an, e kështu ortaki i mirë, kur ta sheh ortakin e vet, shoku i mirë, kur ta sheh shokun e vet, që zeme deviju, zeme i lëvizë sapët, kujtoj Allahun, kujtoj xhenetin, kujtoj xhehenemin, kujtoj knatësinë e xhamis, kujtoj knatësinë lezetllëkën e Kur'anit, kujtoj adhurimit, kujtoj me të mira, në mënyrë, në formë të mirë, sikur ki e lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu na bën të mirë, që t'ju japmi tjerëve mirë. Allah ju ruaj. Selam aleikum.